Gjykata e posaçme ka pranuar këtë të premte kërkesën e ish-deputetit Jurgis Çrbja, Ahmet Mashës dhe Altin Hajrit, ky i fundit në kërkim për gjykim të shkurtuar. Me këtë vendim, nëse ata do të gjenden fajtor, masa do të ulet me 1/3 e dënimit. Tashmë më 20 tetor do dëgjohen argumentet dhe gjetjet e prokurorisë, e më pas seanca do të vijojë me kundërshtimet e avokatëve, duke i lënë më pas gjykatës të drejtën për vendim. Jurgis Çrbja u arrestua më 20 tetor të vitit të kaluar, pak ditë pasi la mandatin e deputetit për akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje, për krahje e krimit dhe nxjerrjen e sekretit shtetëror. Sipas PAK, Çrbja akuzohet për tregim të sekretit shtetëror e kryer në 6 raste në vitet 2020 dhe 2021, për krahje autorit të krimit kryer në 4 raste dhe korrupsion aktiv në zgjedhje. Në këtë periudhë, Çrbja kandidoi dhe u zgjodh në një mandat të dytë parlamentar. Prokurorët zbuluan se ai bashkëpunoi me Hajrin duke kërkuar mbështetjen me vota në këmbim të ndihmës, me të dhëna mbi operacionet policore apo dhe ndikim në drejtësi. Së bashku me të janë dhe Ahmet Masha me të njëjtat akuza dhe Altin Hajri, i akuzuar për korrupsion në zgjedhje dhe tregim të sekretit shtetëror. Për hetimet, prokuroria e posaçme thotë se janë përdorur dhe komunikimet në Sky dhe Matrix. SPAK thotë se të treja në dijeni të dhënave në sistemin Teams mbi një person të shpallur në kërkim, si dhe të disa informacioneve sekrete të drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, që kishin të bënin me kapjen e personave të shpallur në kërkim. Çrbja, siç thuhet në deklaratë, ka pasur marrëdhënie të ngushtë miqësore me të pandehurin Altin Hajri, që ishte në kërkim ndërkombëtar për kryerjen e veprave shumë të rënda penale, mes të cilave dhe zhdukjen e Young Prengës në kompleksin Golden.